Tani, pra nesh do të jetë edhe trajneri Jeronimo Sharin. Coach, you entered the fourth quarter with an equal result, 46-46, and then something happened. You didn't have the gas and the force to win this game. What happened? What went wrong in the fourth quarter? I mean, simple. We got a really short roster. Just like 4 Americans, domestic player, also less than anybody else, and when you're missing the, let's say, most valuable player of the league, it's very hard to win the game against Bashkimi, who is the pretendant for the first 2 positions. On the end, they won. We missed like a lot of easy things, but it's like, it's normal because some of the players, their roles are totally different, and then when they need to be the main player, it's very hard to cover this 20-25 points of Jerry and rebounds and assists. If we got him here today, we will win the game. But it is what it is. God sees everything, and I hope whatever happened today, that somebody from above see that, and on the end, everything will be clear to everybody. Thank you very much. You're welcome. Trajneri Jeronimo Sharin është shumë i dëshpëruar, i pyetur se hyn çerekun e fundit me rezultat barabartë dhe çka shkoi keq. Tha kemi bërë shumë gabime të lehta, kemi pas shumë huqe dhe sidomos tha kjo erdhi si pasojë një rosteri të shkurt, një skuadre përbërje të shkurtër, mungese të lojtarit kryesor, sidomos të lojtarit kryesor Jerry Cole Helms. Tha është dashur që t'i ndroj vendet në moment të fundit, vendet e lojtarëve. Është dashur që t'ju ndroj pozitat lojtarëve sonte. Është vështirë që të plotësosh mesatarën për 25 pikëve të Jerry Cole Helmsit, njërit prej lojtarëve më të mirë dhe pretendentëve për MVP të ligës. Kërcimet e tij dhe kur një gjë e tillë, pra një lojtar i tillë të mungon, atëherë edhe humbja kundër një skuadre e cila është kualitative dhe pretendente për 2 top pozitat e para sikurse Bashkimi, atëherë humbja është e pashmangshme. Tha po ta kishim Jerry Cole Helmsin sonte, sigurisht se do ta fitonim këtë ndeshje, po ashtu e tha në fund një fjali të çuditshme e cila lë pikpyetje. Tha shpresoj që dikush nga lart e ka parë se çka ka ndodhur sonte në këtë palestër dhe do të ndërmerr masa sepse çdo gjë është e qartë. Sidoqoftë, pra fitore e Bashkimit, humbja e Trepshës, fitore e Prishtinës, me të vërtetë e bën hallakam pozitën në 3 pozitat e para. Për pozitën e 4 tani kemi një qartësi, PEA i ka tashmë përparësim prej një fitore ndaj Avllaznimit, ndërsa Golden Eagle Lulli me fitore ndaj Trepshës e ka fortifikuar pozitën e 6 dhe pak a shumë, pra ka filluar të jep një qartësim sa i përket 6 skuadrave të cilat do të futen në play-off. Megjithatë ka shumë për të luajtur. Bora dhe Proton Cable Prizreni pra mbetën në 2 pozitat e fundit, ndërsa krejt për fund t'ju them se nesër mysafir në asist do të jetë kryetari i Federatës së Basketbollit Kosovës Arben Fetahu, me cilin do të diskutojmë tema të nxehta, referimin, reprezentacionin e Kosovës, mirë po edhe një temë shumë interesante, idenë për zgjërimin e ligës vitin e ardhshëm, ide e cila është dhënë në 10 skuadra. Gjitha këto, pra nesër me fillim nga ora 19:30 në Sport 1 në Art Motion dhe natyrisht pas edicionit special në Klan Kosova. Nga unë Agon Femiu dhe ekipi realizuesi i Oksigjenit, kaq për sonte nga Shani Nushi në Gjakov.